Zamir, shkurtimisht, çfarë ka ndodhur me fermën tënde? Siç e shikojmë, janë smur, ka tash 2 javë, që kanë filluar me shfaq puçra edhe në gojë edhe në gjina, por situata është anuar jashtëzakonisht saqë kanë arritur edhe me ngordh. Domethënë një më ka ngordh dje, një para 10 ditësh. Një kam të humbur, nuk e di se a ka çoft mal, diçka e tillë mund të jetë, por situata shumë e rëndë. Edhe unë më sa kam pyet domethënë për veterinar çfarë mund të kenë, kam çu foto. Nuk është se veterineri i zonës ka ardhur dhe më ka thënë që bileta kur cofi thash hajde ta hapim ta shohim çfarë mund të kesh, unë nuk jam doktor për me e ditë, veterinar. Edhe më tha s'kam çfarë më bëj, domethënë unë du prej ministrisë që me zbulu çfarë smundjet kanë. I këtë dua zot tjetër. Ilashin ata i blej se unë kam marrë vetë 400.000 lekë, unë kam 6 milion lekë investim, që është diçka që unë kam desh, më pëlqen blektoria, nga që është ai shprehja greke që sa më shumë kesh bashkë me njerëzit as më shumë i kanë baktitë, edhe unë vallai është vërtet kjo situatë. Edhe kam thënë po hapi një biznes sa kemë infermier që në 2015-ën. Jam me çdo gjë. Ku I keni ble domethënë këto? Po, i them këtu në zotërisë ministrisë, ku I keni ble dha kur? Nëse shkojnë të diellën pazar, nuk shikon një dhi ose edhe bakti të rasha matrikullume. Por çdo gjë jashtë kontrollit. Ju keni blen treg? Po, në treg e kam nesh personin. Kur I ke ble? Në Ramazan para 3 muajsh. I ke ble? Po, e kam filluar me ble, kam ble 3 herësh, por aty nuk shikon asnjë dhi matrikullume, pra domthon këta çka kërkojnë, pse thonë se nuk ket pa matrikullume. Absolutisht jo, absolutisht jo. Janë dhitar na. Un kam kontaktuar me një veterinar në Berat, edhe më thotë që ka smundja shumë e përhapur atje, thonë vin prej Greqisë. Pra greku me sa duket I pastron për atje dhe ja fut popullin shqiptar. Nërkohë Zamir, a ka ferma tjera që janë me këtë fenomen? Po, patjetër, unë kam kontaktuar këtu në zonë. Normal që kjo është një diskutim që është shumë I gjanë, nuk është se ka rënë të 10, ka rënë të delet. Edhe kanë frikë për me foli këtë periudhë nga që është puna e korbanit edhe thonë që mos të hapën panik nëpër njerëz. Se na do na më shit, por unë kam ble për biznesin. Po mirë, përderisa këtu e keni në karantinë, si do të shërbejnë për korban këtë situatë, domethënë unë nuk I kam, nuk e di. Atë nuk e di, ata dinë ata, nuk e di. Për çai kemi? Sa është për hap? Unë kam ble për qumësht. Unë më aq sa domethënë 18 kokra që kam arrit deri në 45 kg të ëmbël, por sot domethënë 10 kg edhe atë me zori, por normal që unë nuk e përdori atë qumësht. Sa është për hap te koleg këtu? 60%. Po, me çam thonë 60%, është bilenjani që ka harxhu deri tash minimumi në lek vetëm ilaçe, edhe nuk po gjen rrugëzgjidhje, I kanë sofja 5-6 I kanë sof, për shkak të gruposi. Mos puna e me tash. Do I shisni për kurban? Absolutisht jo, absolutisht jo, absolutisht jo. Unë shpresoj që me I pështu. Ja se koste unë. Pra unë për hatër e baj një ferm bukur me qumësht me gjana të tilla, me djath, po se di, sa mund t'i arrijm. Zamir kush? Zamir Milani. Inspektori I shërbimit veterinar Shkodër, inspektor zyrtar Mohamed Bisho. Okej. Mas marrjes informacione, domethënë në rrugë zyrtare, grupi I punës përbëm nga 4 inspektor, Lazim Mustafa, Bleri Mullini, Murat Pepa dhe Suad Lumanej, ardhën në vendin e ngjarjes të fermierit dhe konstatuam që tek 10 ka shfaqje të kroseve në buzë, në pjesën e gojës edhe në gjinjë. Paktën 2 ose 3 kren janë të prekur në mënyrë kështu të shfaqur, edhe nisur nga ana profesionale jona të pa qartë, sepse vetë fermieri ka bë bleme në vende që janë të pa autorizuara dhe të pa kontrolluara. Morë me mostrat e gjakut dhe morë me mostrat e krosteve të gjinit edhe të gojës. Dhe do të dërgohen në mënyrë urgjente, brenda ditës sotme të dërgohen në ISUF, në Institutin e Referencës Veterinare në Tiranë. Ndërkohë me këtë fermën aktualisht, këtë vendoset përkohësisht vendoset në karantinë. Edhe dyshimet janë 2 ose 3 smundjen e cilat nuk mund të prononcohem sepse nuk e di me siguri dhe ndoshta po bëj ndonjë gabim profesional, por brenda 1 ose 2 ditëve do të përcaktohet eksaktësisht cila është infeksioni primar dhe sekondar. Është konstatuar njëjti fenomen ferma të tjera në këtë zonë, por kemi informacion se ka edhe në zonën e Shkodrës. Metet më konstatu fermer deri tash ankesave I ka keni pari, domethënë. Besoj metet më konstatu që të shohim më vonë, na këtu janë në gatishmëri, domethënë sapo të na shtojnë me grupin e punës se kena të gatshëm për të ndërhyrë më një herë. Ka informacion edhe për në Koder Box, një ferma, keni kanë atje? Sapo të na vi informacioni do të shkoj.
Cilat janë rrugët e infektimit të baktive të mundshme? Shiko, ky ka blerë në mënyrë të pakontrolluar në 3 ose 4 burime, në të cilat janë rri gjithmonë kafshë të imta, të pamatrikuluara dhe të pa identifikuara, të cilët nuk kanë as me certifikat lëvizjet, as me numër matrikullit, as gjë. Edhe ka rrezikshmëri për jetën e njerëzve, kafshëve apo Nëse dy konsumohen. dami kryesor i kësaj është më tepër tek ngushmëria të kafshëve të imta. Ngushmëria shkon diku te 20, 25, 30 maksimale %, dhe dëmton pjesën tjetër të trupit. Do të thonë s'ka rrezik për njerëzit. Nëse nuk do të thonë s'ke për sa i përket ashtu është e papërcaktuar. Megjithatë, deri tash nuk janë vërejtë rrezik. Kur mendohet dalin analizat? Besoj brenda 48 orë. Na pa bojmë sigur pa punoni mo disha. Të shifet gjama që ka dhënë. Hapje Margaritën, hapje Delije. Jo hapet. Minimile në kodin për to. A kanë më thunë njëri e pa